Gripi i shpezëve që u shfaq ditë më parë në Shqipëri bëri që rreziku të ndihet edhe në Kosovë. Ani pse Kosova, sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, nuk importon shpezë të gjalla, të gjitha masat ata thonë janë ndërmarrë. Kjo është grep i cili përhapet përmes shpendëve shtetërore dhe sigurisht që përderisa është afër territorit të Kosovës, gjithmonë rreziku ekziston. Ne kemi marrë masat paraprake preventive, ato të masave kufizuese për zonën e Durrësit, për ngarkesat që vijnë nga kjo zonë. E po ashtu jemi në kontakt vazhdueshëm me autoritetet shqiptare në linje mbi çdo komunikim që japet për çdo zonë që eventualisht mund të zgjerohet infektimi, atëherë ne menjëherë do t'i ndrojmë masat dhe do t'i ndërmarrim në koordinim me autoritetet shqiptare. Njoftimin e kemi dhënë edhe për fermerët, sidomos për ata komercial, që menjëherë t'i aktivizojnë masat e biosigurisë në fermat e tyre, që të aktivizojnë masat vetë mbrojtëse për parandalim të përhapjes së gripit në vendin tonë. Sipas thaqit, nga ky grip zakonisht më së shumti dëmtohen financiarisht fermerët. Është smundje e karakterit ekonomik që i dëmton ekonomitë e fermerëve dhe ekonominë shtetërore, për shkak se ne duhet të intervenojmë në secilin rast që rezulton pozitiv për të ndërmarrë masat e kufizuese të asgjësimit shpezëve dhe njëkohësisht vendosjes në karantinë të zonës cila shpërthet. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, kujton se në të kaluarën fermerët u kompenzuan për shkak të dëmeve. Është e vërtetë që në kaluarën ka pas raste të tilla ku kemi pas dëme qoftë të lopëve, qoftë të gjellave, qoftë të deleve, po edhe forma të tjera. Po definitivisht shteti ka qenë përkundër vështirësive burokratike në masë të caktuar solidar apo i ka ndihmuar komunitetin biznesit. Sipas Gërxhaliut, nuk duhet të kontrollohet vetëm importi i produkteve të gatshme, por duhet të kenë kujdes edhe në ushqimin që shfrytëzohet për shtazet apo shpezët në Kosovë.